dashur, mirë se erdhët në Villa 24, 8 janar data, sot dite e njëjte, ora 9 pak, deri në orën 11 do t'jemi këtu live në këtë studio, ku orën e parë do t'jemi në kuzhinë me katin ton. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes se dashur. Gjithmonë ke një gjë për të bërë, gjithmonë. Sigurisht kuzhina kështu është. Nuk mbaron. Në shtëpi gjithmonë nënat kanë diçka të bëjnë. Kujtohesh për një Zonjat gjë. kanë diçka që të bëjnë. Kështu që për t'i vënë Terezi, mirë mëngjes edhe nga ana ime të dashur Anvisa, ju uroj një ditë të bukur dhe ju ftoj këtu te këndi jon I gatimit për të parë receta që do përsellin për juve sot. Dhe çfarë kam menduar sot? Janë receta të thjeshta faktikisht, janë ato tradicionale, I sillim në mënyra të ndryshme për ti mos thuash ngjasojnë si gjithmonë që do të kemi këtu. Faktikisht mua do të më pëlqente ky lloj byreku që të ishte me shumëllojshmëri lakrinjash, domethënë të egra, spinaq, labot, pazi. Domethënë çfarë mund të gjeni juve? Kjo do të ishte gjëja më e mirë sepse I jep shumë shije, por unë do ta bëj me 2 shtresa këtë lloj byreku sot, sepse do I plotësoj si thua dëshira dhe atyre që u pëlqen spinaqi dhe atyre që pëlqen gjizan. Nuk do të trazoj spinaqin me gjizan, por do t'i bëj duke I ndar me një petë të pjekur që kam, siç e shikoni aty në fillim fare. Do të bëhet me 2 shtresa, them unë. Shtresën e parë do të vendos spinaqin, shtresën e dytë do të vendos gjizën, të cilën do ta bëj me vezë, do të jetë pak qumësh për ta ëmbëlsuar ose pana çfarë mund të keni juve. Dhe është kjo një përzierje, sipas dëshirës mund të shtoni krip nëse gjizën e keni pa krip. Piper dhe armoskati nëse ju pëlqen, sigurisht që I shkon dhe I jep një tjetër shije. Nëse s'doni, mund ta lëni vetëm kështu, vetëm me gjizë, me vezët, me pak qumësh për ta ëmbëlsuar siç thash, edhe krip. Sigurisht do shtojmë edhe një dy lug gjalp dhe vaj. Këtu tek pjesa e gjizës. Ndërsa te spinaqi, si shikoni këtu kam, si thash, un kam spinaq për momentin, por do të thash atë që mund ta bëni me lakërinja të ndryshme. Gjithashtu do të shtoj këtu edhe një qep të njoma. Edhe këto kripën, le t'i marrim te tani se I kam lënë këtu. I kam vendosur. Kripën edhe piperin, I kam vendosur atje. Tjetrën? Ashtu, ja hedhim krip. Do të hedhim edhe piper. Edhe pak piper këtu. Edhe këto janë sipas dëshirës tuaj, nëse I doni, domethënë që ashtu para se të hedh. Tani unë tek spinaqi gjithmonë spinaqin përveç se e bëj tani kështu në këtë mënyrë që tha me 2 shtresa, e bëj edhe si themin e shqeto, që do të thotë vetëm me spinaq, me qep të njoma, kopër, majdanoz, krip, piper, vaj brenda, edhe një dorë oriz. Vetëm kaq, nuk hedh as djath, as vez, as një gjë dhe e bëj një byrek kështu, vetëm me këto përbërës. Dhe bëhet shumë I mirë. Kështu që unë do ta hedh edhe një dorë oriz. Nuk e di nëse e kam vendosur aty tek do ta shohim pas pak recetën, por leta. Dhe tani duart tona janë të lara gjithmonë. I shtyp, nuk I heq lëngjet që t'i hedh poshtë, po thjesht I trazoj në këtë mënyrë. Ndërkohë kemi filluar të tregojmë edhe mënyrën e përgatitjes së byrekut. Gjithashtu 400 gram miell, sipas dëshirës, domethënë e zëjmë me krip edhe me ujë të ambientit. Ose të vakët, si ta doni juve tani në dimër është më mirë me pak ujë të vakët që të vivi sa më shpejt dhe sigurisht që duhet ta lëni të pushoj brumi dhe kur qëndron të pushoj bëhet domethënë hapen vetë petës, s'keni nevojë t'i hapni juve. Lëshohen themi neve. Po, sigurisht sepse ndër të tjera, siç e kemi thënë shumë shpesh, për te aftësisë që ne kemi në përgatitje të recetave të ndryshme në kuzhinë janë produktet ato që na japin një ndihmës të madhe, një rezultat shumë të mirë të asaj që ne gatuajmë dhe automatikisht dhe shëndet të mirë sepse ajo që ne konsumojmë e dim shumë mirë që përkthehet në shëndetin tonë dhe në mënyrën se si ne jetojmë. Meqense kemi një byrek sot, më lejoni t'ju kujtoj se më çfarë ne gatuajmë, është sigurisht mielli Ola nga kompania Atlas, që na e jep mundësinë të gatuajmë shëndetshëm dhe shijshëm në të njëjtën kohë. Mielli për çdo përdorim është I pari jo vetëm këtu në kuzhinën tonë, por në çdo shtëpi tuajën dhe sigurisht që edhe byrekun sot jemi duke realizuar me mielin për çdo përdorim, mielin Ola nga kompania Atlas. Kjo nuk do të thotë që nuk janë po aq të rëndësishëm edhe variantet e tjera të miellit. Sigurisht në varësi të asaj që ju do të përgatisni, nëse do të bëni një picë, nëse do të bëni një recet me miell misri, të bardhë apo të verdhë, një bukë integrale, pse jo shumë të shijshme e të shëndetshme, mielli Ola ju asiguron të gjitha këto. Meqense jemi tek kompania Atlas, Ola nuk
nuk është vetëm lider në përsa i përket produktit të miellit, por tashmë shumë shpejt një terren shumë të mirë ka zënë edhe tek pastat Ola, që vinë në variante të ndryshme. Sigurisht edhe kjo në varësi të preferencave dhe dëshirës tuaj, ajo që është e rëndësishme është cilësia maksimale e pastave Ola që tashmë i kemi në treg për konsumatorin shqiptar. Do të doja të vijoja mëtej me vezën, veza O Vital e përditshme në këndin ton të gatimit, e përditshme gjithashtu e konsumuar edhe nga familjet shqiptare, cilësi në 4 stin, dhe më pëlqen temase dhe slogani që O Vital na jep në spotet e saj për një plan ideal. Nise ditën me O Vital dhe ne nisim ditën pikërisht në kuzhinën e Vila 24 me O Vital e jo vetëm. Kati vazhdon të përgatisë Gjalpin, shkriva Gjalpin, okej. Ashtu si shtem gjithmonë, unë Gjalpin kur e hedh, domethënë që e përdor në qoftë në byretje, qoftë dhe në gatime të ndryshme, duaj që ta shkri pak për të më sjellë atë aromën e Gjalpit. Nuk e hedh asnjëherë kështu siç është. Kat, kur ti lexojun recetat? Atëre unë them ta fillojmë dhe ta përfundojmë atë dhe Jo, më thuaj ti, kemi kohë, ne sapo e kemi nisur, kështu që kur të kesh ti një moment që nuk e ke të domosdoshme të shpjegosh diçka, tani thjesht unë dua të tregoj këtu anvisave, neve kemi hedhur këtu tek kjo pjesa e gjizës, që ka nevojë për të shtuar edhe pak krip, një hodhën piper. Do t'i shtoj këtë qumësht ose dhe qumësht, domethënë ose pana. E trazojmë. Kur e shikojmë që gjiza, domethënë është kështu e fortë, e ndihmojmë me qumshin. Tani do t'i shtojmë edhe vezët. Dhe aku kemi vezët e kuqe O Vital. Një 4 kokra vezë. Aty tek gjiza do i shtojmë, Po, tek gjiza do i përzijmë një herë dhe pastaj do t'i hedhim tek gjiza. I hedh një majë skrip. Mos marrim pirun tjetër, edhe siç e shikojmë këto vezët tona që i kemi kaq të mira, vezë kokovezë. Shumë të mira janë. I përzijem mirë. Dhe kështu na u bën 2 shtresa, një me vezët, edhe një me vezë me gjizë dhe një me shilloqe. Pra kështu do ta bëjmë sot byreku, do ta sjellim me 2 shtresa. Që do të thotë kur të prihet djes, do ngjaj i bukur, se do ngjaj një shtresë jeshile e një shtresë e bardhë në të verdhë. Sepse e verdha e vezëve i jep dhe këtë ngjyrën e bukur dhe volum në të njëjtën kohë, se shije po e po pastaj. I kemi përfunduar, i kemi gati mbushjet. Ajo që na ngelet është për të shtruar byrekun. Okej. Pra çfarë kemi bërë? Kemi hapur petën e parë, petë njom. Petën e pjekur... Petën e pjekur do ta vendosim në mes. Për të ndarë shtresat? Të ndarë shtresat. Okej. Që do të thot tani, do marr një lugë. Ne të marrim këtë, që është pak si më e madhe. Pra kemi hedhur edhe një herë lakra. Kemi hedhur krip piper, qep të njom majdanoz kopër, një dorë oriz, dhe i kemi gati, gjithashtu edhe vaj. Përkasim me vaj ulliri petën e parë. Edhe hedhim mbushin. Petën e parë, aty kemi sa janë 3, 2? 4. 4 petë. 4 kuleç. Aty kemi 3. Këtu kemi 3. Pra gjithmonë në stresën e parë është i petë më shumë, se është ajo që do të mbaj mbushjen. Dhe 3 të tjera do t'i vendosim nga sipër. Ndërkohë në mes kemi, pra total kemi bërë 8 petëne. Do t'u let kjo. Një të pjekur, 3 sipër, 4 poshtë. Atje do të ishte, jo, mund ta heqim Anila. Okej. Shtresa e parë u krye. Vendosim petën. Është pak petë kjo, do me thënë tava jonë e vogël, po s'ka problem se do të na e marë, mos e keni merak. Është e thatë,
E kemi pjekur në furrë. Interesant. Dhe bëhet shumë e mirë. Nuk e lë, do me thënë që të ashtu, do zbutet pjesa e poshtme nga spinaqja aq sa duhet. Por ta marrim çik, ta hapim edhe një çik këtu. Mund ta kishim tavën pak më të thellë, po s'ka problem sepse dua që të dali holl. Anila, të lutem. Po. Faleminderit. Okej. Tani të hapim edhe petën tjetër. Këtu thamë kemi 3 petë, mënyra hapjes së petëve është ajo që kemi bërë edhe herë të tjera, duke i ndarë në kuleç më të vegjël, e më pas një hapje sa pëllëmba e dorës, si për njëra tjetërës dhe i hapim të treja në të njëjtën kohë. Kjo është një mënyrë shumë praktike për të bërë byrek, edhe për ata që nuk shquhen në hapjen e petëve. Në hapjen e petëve, po, është mënyra më e mirë për të mësuar hapjen e petëve. E rëndësishme është që të zënë brumi dhe të lëm të pushoj. Kur e lëm të pushoj, ajo hapet vetë pastaj. Ja, shumë mirë. Hapim edhe një qik me dorë tani. E shkundim nga pjesa e miellit, nuk ka nevojë, do me thënë që të... Bukuri. Edhe e rudhosim. Para se të hedhim, të kthejmë pjesën tjetër, Po? do hedhim vaj. Po. Pjekja e mbyrekut të bëhet? Si gjithmonë, do me thënë, fillimisht në 200 kemi vendosur ne që të ngrohet, edhe do t'a lëm për 20 minuta, ta shikojmë. Duke parë, duke bërë. Këtu Ne deri në do orën thoshja- 10 jemi në kuzhinë për t'ju kujtuar se sa kohë do duhet edhe të presim, kështu që deri atëherë do ta kemi gati edhe byrekun. Ndërkohë që Kati merret me anësoret e petëve, le të lexojmë pak recetat në ekran. Byrek tradicional me 2 shtresa, gjith dhe spinaq. Për mbushjen me spinaq në duhet 500 gram spinaq. Oke, kjo është receta e dytë që do të bëjmë sot, qëndrojmë edhe pak këtu, po. 400 gram miell, 230 ml ujë, 1 lugë vaj, 1 lugë uthull edhe krip. Kjo është receta e brumit, ndërsa mbushja është me 2 pjesë, pra kishim gjizën pak më parë, ndërkohë spinaq, kopër, majdanoz, qep të njoma, krip piper, gjysmë filxhani çaji me vaj dhe 50 gram gjalp. Tham që i bëjmë veç, pra mbushjen me spinaq në një tas dhe në tasin tjetër gjizën duke e bashkuar me 4 kokra vezë o vital, pakës krip, pakës piper, nëse duam pak qumësht ose pana. Dhe kështu mënyrën se si bashkohen me petët dhe bëhet me shtresa, ju sapo e pat. Kalojmë tani tek receta tjetër që do të sjellim sot, çfarë do të gatuajmë pite në tigan me patate ose djath. Mbushja e tyre do të bëhet me spinaq, djath, kopër, vaj ulliri dhe 2 lugë gjalp, 2 lugë vaj, të cilat do të na duhen për pjekje. Do të kemi gjithashtu edhe realizimin e piteve, ku përsëri do të kemi brum. Kjo është një recetë që ne do ta përgatisim pas pak, sa po të vendosim në furrë edhe byrekun. Janë me patate, janë 5 patate mesatare, 1 qep, 2 thelpinj hudhër, 1 lugë salc, 1 lugë kafe, piper i kuq, speci, dafin ose nenexhik, krip, piper edhe vaj. Recetat sot që nga ato që ti bën një pazar dhe gatuan disa gjëra. Për shembull, kemi më shumë patate, një pjesë i bëjmë një gjë, një pjesë i bëjmë një gjë tjetër. Do bëjmë që do bëjmë brumna, bëjmë edhe byrekun, bëjmë edhe ca pita ashtu në tigan. Mirë, furrën e kemi ndezur përpara, sa herë që gatuajmë furrë, aq shumë e kemi thënë, po besoj që janë ca veprime që duhet i themi derisa të na fiksohen mirë. Kur ne merremi me mbushjen në përgatitjen e brumit, ndezim edhe furrën dhe e kemi gati, që kur të vendosim byrekun brenda të fillojmë një herë fryrja dhe pjekja e tij. Do duhet të qëndrojë rreth 45 minuta, ne do ta mbajmë në furrë deri në afërsi të orës 10 dhe sikur që do të kemi një byrek të shkëlqyer sot me jeshillëqe, me spinaq,
e jo vetëm me erëza të freskëta dhe çfarëdo që ju gjeni në treg që mund t'i shkojnë kësaj recete. Tani, ne do të fillojmë me gjellën. fillojmë me gjellën. Po. Okej. Të shplaj duar dhe fillojmë me njëherë me gjellën. Atëherë, në krahun këtej do të përqendrohemi tani, ku kemi bërë gati edhe përbërësit. Kemi patatet të prerë në kubik të mëdhenj, kemi qepën të prerë imët, disa fletë spinaqi, erëza të freskëta, çfarë kemi tjetër këtu? Këto, Anila, janë për një recet që do t'a themi pak më vonë, ta heqim. Ndërsa për patatet, le ta heqim këtu dhe pastaj Patatet i kemi thjesht fare. Thjesht fare. Qep, domate, ashtu si ka qenë tradicionale një jahni me patate. E rëndësishme është këtu thonë, po neve me Katerina nuk dim të bëjmë gjellë me patate, po dim të bëjmë gjellë me patate, por ka ca sekrete gjella me patate që duhen mësuar. Dhe ne do t'i mësojmë sot. Që nga ka vërdisja, do me thënë, e qepës, patates, dhe këto duhet të mësu edhe do t'a bëjmë kështu thjesht fare, pa mish, pa asgjë. S'kemi nevojë që të konsumojmë gjithmonë mish. E drejtë, po. Në radhë të parë. E vërtet është. Këtu do hedh gjalpin, edhe te ky gjalpi do të shtoj, më fal Anila. Do të, me që s'ka problem se është me gjalp, do të hedh ujë për të patur ujë të ngrohtë për patatet. Okej, shumë mirë. Në rregull, fillojmë njëherë nga puna. Gjella me patate. Veç se të lutem Anila më sill kripën dhe piperin dhe vajin që kemi andej. Atëherë po nis me vajin edhe me kripën se e di që do të duhet tek qepët. Dhe tani edhe piperin. Mos ta kërcas vaj edhe. Ashtu kemi vendosur ujin që të kemi, mund të kemi ujë, mund të kemi një, si thua, lëng perimesh, këto pastaj janë si pas dëshirës nëse doni. Se në bërë me mirë. Se parë në këte jep shiu. Hedhim vajin. Do të shtojmë qepën. Do të lëmë të zbutet qepa, të nxjerrë aromën, që themi, dhe si gjithmonë, për të bërë ky veprim, do t'i shtojmë krip. Gjysmën e sasisë e kripës e hedhim që në fillim fare, e qepa, dhe gjysmën tjetër pasaj do t'a hedhim më mbrapa. Tani, faktikisht unë do hedh sot do t'a bëjmë me dafin. Zakonisht to gjellë, do me thonë, është gjellë dimërore, është gjellë që bëhet në pranverë, dhe në pranverë bëhet me majdanoz, kopër, kjo lloj gatimi. Tani në dimër mund t'a përgatisim me gjethe dafin dhe nëse na gjende, do me thënë, edhe në energjik u i njom, do me thënë, i freskët, i shkon shumë kësaj lloj gatimi dhe i bën shumë të shishme. Nëse s'keni, në dimër zakonisht bëhet me gjethe dafin dhe bëhet shumë e mirë dhe shumë e shishme. E rëndësishme është që nga fillimi i prerjes së patateve, patatet duhet i kemi, do me thënë, të prera, jo në masa të barabarta. Mishi gjithmonë duhet prerë në masa të barabarta për të arritur të situar kohën e zjerjes, ndërsa për patatet i bëjmë këtë që gjysma, do me thënë, ato që janë në pjesë më të vogla, lidhen, treten, piksin gjellën dhe trashet gjella dhe nuk hedhim miell brenda tek gjella që bëjmë me patate, nuk ka pse të hedhim miell. Hedhim vetëm patatet dhe tjetra, pasi hedhim qepën dhe ka vërdisim që të aromatizohet, do me thënë, dhe të filloj të marrë atë ngjyrën e arit, shtojmë patatet dhe fillojmë të ka vërdisim patatet. Ka vërdisja e patates me qepën bën atë që patatet lëshoj amidonin, të lëshoj, do me thënë, bëhet ajo lidhje, si që hedhim miell, neve të trashim lëngun, kjo ka vërdisje, bën atë që të trashet lëngu i patates, dhe pastaj hedhim salcën, pastaj, do me thënë, salcën dhe piperin, dhe pastaj shtojmë ujë të ngrohtë. Ujën do të shtojmë në mënyrë graduale, do hedhim pak ujë në fillim fare, do t'i tregojmë këto, po orë sa të më bëhet qepa, po u ashpjegoj shtu. Në momentin që hedhim, po, që të mbushim edhe kohën, dhe t'ua themi tamam, dhe t'ua fiksojmë faktikisht. Në momentin që do të shtojmë, do me thënë, ujën e parë, do fillojmë të trazojmë. Kjo bën që të lidhet lëngu, të trashet lëngu. Edhe kështu vazhdojmë që të hedhim lëngun, do me thënë, ujën, ose lëng mishi, ose lëng perimesh, ose thjesht ujë. Kjo varet, do me thënë, çfarë ju ndodhet juve në shtëpi, s'ka asnjë lloj problemi, në gjitha mënyrat bëhet shumë e mirë gjella me patate, është gjellë që bëhet tani në dimër dhe shijon shumë, edhe mos e shikoni, do me thënë, si një gjellë të thjeshtë, vetëm me patate, po vërtet bëhet shumë e mirë dhe e shishme.
por do mënyrë e të pregatiturit për të bërë një patate të shishme. Jakni që thoshnim neve dikur. Jo ishte gjella e preferuar, do me thënë, jona, dikur që nuk kishim mundësi që të konsumoni mishin, e kishim me racion. Nuk ishte mish kështu. Edhe detyruar nëna tona në nxirrnin gatimet të tilla që të kishim mundësi të me thënë të kalonin vaktet e drekës. Dhe vërtet ishin ushqime të shishme, të shëndetshme, dhe nuk ka nevojë që të konsumojmë, do me thënë, çdo gjë, makaronat me mish, patatja me mish, të gjitha me mish. Nuk ka nevojë pse. Ja dhe pak, edhe ju a kam thënë gjithmonë, në momentin që fillon qepa që lëshon aromë, atëherë themi që qepa është bërë gati. Nuk ka nevojë të tekalojë, do me thënë që të marrë atë ngjyrë, të skuqet më tepër. Është mjaftueshëm. Plus që e kemi grirë edhe imët, kështu që e ka marrë. Ja dhe shkoha që të njëjtën. Edhe e hedhim tani. Që ta bëjmë edhe me patatet. Hedhim patatet dhe fillojmë tani të bëjmë kavërdisjen me patatet. Në kohë që do t'i lë pak kohë që të bëjmë këto gati, le të themi dhe për recetën e radhës që do t'a bëjmë në vijim. Pra neve sot do të bëjmë dhe një recet, faktikisht edhe kjo është një recet turke. Turke? Po. E kam, neve mund t'i themi pite tigani këtyre. Po? Por ato kanë një, si thuash, një fjalë, golës. Do me thënë, nuk e di pse edhe në fshatin tonë e kim golës, i thoshnim gojës. Okej. është diçka. Është, si thuash, unë faktikisht këtë e kam shijuar kur kam qenë, do me thënë, Gaziantep, po kemi qenë për 15 ditë me këtë gastronominë. E kam mësuar atje si recetë dhe më ka shijuar shumë edhe thash pse nuk e sjell një herë këtu në. Dhe shumë mirë bëre. Dhe çfarë do kjo recet? Shiko, janë shumë të thjeshta. Thjesht zemë të brumi që e zënin ato vetëm me ujë dhe me krip. Mielin. E bënim një brum. Dhe pastaj do të ndajmë në pite, në kuleç të vegjël, do t'i hapim pite, dhe ato zakonisht e bënin me patate me kopër dhe me djath, të shtypur. Ja, e kam zirun pataten, tani këtu. E ke shtypur në formë në një pureje? Pure, edhe do grim edhe këtë kopër, se kam dhe një dy gjethe majdanos, nuk ka problem. Ato e bënin kështu, dhe me djath të bardhë. E përzinin kështu, hapnim, do të tregoj mënyrën se si bëhet, sepse hapet pite dhe piqen në një tigan që nuk ngjit, të cilin këtë e lyeni me pak vaj dhe me pak gjallë. Do t'i tregojmë në momentin kur do të Recet interesante për të mësuar kjo. Edhe janë ato pite që janë shumë të shishme, që janë pite të çastit, edhe nuk kanë as shumë yndyrna, asë gjë. Po pra mund të konsumojnë që në mëngjes, mund të përgatiten edhe në mëngjes, i marrë me vete në shkollë në punë. Do ta bëjmë, do të thënë një me patate siç e bënin ato, edhe një unë thash ta bëjmë me spinaq, me qenë se më ndodh spinaqi sot, ta bëj dhe me pak spinaq me djath, me spinaq me... Po, ta sjellim pak edhe në atë shijen tonë më klasike, me djath e me spinaq. Por që ishin, më thënë, gatime shumë të mira, kjo më ka ngel në mendje, që babët e tyre më ka ngel në mendje, do ta bëjmë dhe një ditë edhe këtu. Patëlxhanët të cilat të priten kështu në role, patëlxhanët edhe me mish, po ata e bëni me mish qëngji. Edhe i hidhni vetëm krip piper mishit të qëngjit dhe i vëni në radhë një role patëlxhani, një role kështu, do me thënë si tip qofte mishi. Në tavë bëhe kjo? Në tavë dhe rreth e rrotull. Pastaj bënim një salcë dhe ja hidhnim sipër. Po ta bëjmë dhe një ditë edhe këtë. Po do ta bëjmë sepse është një recetë shumë e mirë. Interesante. Dhe që shijon shumë. Plus që dhe marim ta ide të reja, se ne ja dhe sot ndaj i kthehemi her pas here këtyre gatimeve në duke të thjeshta, si që gjella me patate, po që ndonjëherë duhet edhe të ham thjesht, edhe të mos shpenzojmë, se është dhe receta më ekonomike kjo, Katja, gjella me patate. Po, janë ekonomike, edhe kjo është ekonomike, dhe ato janë ekonomike, ato janë të shpejta njëherë, shumë të qasti, që mund t'i bëjmë të shtunave të djelave që jemi në shtëpi për të shijuar diçka ndryshe, ca pitet të shishme, edhe s'kanë dhe shumë ndyrë. Dhe është kjo tani që ju thash për punën e patateve, prandaj dhe i bërëm dhe gjithë të bashkë bizetim, ne këte ju andej që na dëgjoni, për të parë edhe pjesën e patateve. Pra, ju thash në fillim fare që patatet duhen kavërdisur dhe trazuar her pas here, të thash që kanë përmbajnë amidon dhe në këtë mënyrë ato çlirojnë amidonin dhe na bëjnë për të lidhur salcën. Kati tja ullë pak temperaturën byreku tu? Po, Anila. Sa? E 50 apo? E 70. 70. E 70 jemi mirë. Faleminderit, Anila. Të lutem. Ka filluar të marrja të pjesën e... Që
Jam e vëmendshme, kjo është gjë e madhe faktikisht, sepse tani, ja përbërësit e tjerë që kemi piper të kuq, kemi edhe salcën. Në momentin që patatet edhe ujë më është bërë gati, ja, e shikon, ka filluar trashet pjesa e fundit të tenxheres, do me thënë nga çlirimi i amidonit të patates. Tani këtu në qendër hedhim salcën. Okej, do hedhim dhe salcën dhe do të shkëputemi. Thjesht duke kujtuar edhe një herë që salca duhet qurë si që quhen ti ka vërdisur? Po, ka vërdisur edhe salca, prandaj hidhet në qendër, nuk bashkohet me patatet, hidhet në qendër njerë, punohet me lugë kështu, pastaj nuk kemi kohë Anila, se doja të shpjegoja dhe mënyrën se si hedhim ujin. Do thuash që nëse e bërëm ku të kthehemi, pra ne e heqim atë tenxhere nga soba. Shumë e rëndësishme dhe mënyra e hedhjes të ujit në mënyrë graduale. E lëm këtu për momentin edhe gatimin, kemi vetëm një shkëputje publicitare, vim me njëherë në kuzhinë pas pak. Në studio, vazhdojmë të jemi live në Villa 24 në pjesën e 2 të këndit të gatimit për të treguar gjellën që ne do bëjmë sot. E lam të patatja. E lam të patatet, ja. E lam këtu që po ka vërdisim patatet. Moj Katerina sot po na bën patate jahni. Po patate jahni mo janë kaj të mira dhe kaj të shishme. Me shi e bëhen këto, e shikon tani se si është lidhur patatja, shiko si ka bërë këtë salcë në fund. Që neve këtu kemi shtuar qepën, fillimisht e lam që të na ka vërdise për të na lëshuar aromën, më mbrapa shtuam patatet, i ka vërdisëm dhe ato që të na lëshojnë amidonin dhe të bëhet kjo salca e lidhur, ja shiko si po lidhet patatja tani. Ndërkohë kemi shtuar salcën dhe kemi shtuar në qendër, ja kështu si hapa unë në qendër, e ka vërdisë mirë e mirë që të iki era e salcës dhe të lëshoj aromat që përmban salca. Më mbrapa tani jemi në momentin, nëse doni, faktikisht mua më pëlqen, nuk e di pse i shoqëroj të dyja këto bashkë dhe për ngjyrë, por edhe për shije. Tjetër shije ka piperi, se është piper speci. Edhe kombinon. Mos e teproni, por ama hini. Hedhim dhe piperin, sigurisht që i bëjmë dhe ati, do me thënë një ka vërdisje të lehtë, ja thjesht kaq, nuk ka nevojë për më tepër. Piper të zi. Nuk odha shumë jo. Ne ke një qik dorën e lëshuar me piperin t'i ka tje? Jo, nuk odha shumë, nuk odha. Mu duk sigur hodha, po jo. E hedhe dhe i thot vetes, nuk odha shumë jo. Se, mos me ndojnë... Ndërkohë në pjesën e parë, qëfar kemi bërë ne? Një byrek... Gjetet e dafinës. Aha. Edhe këtu kemi ujtë këtë moment të ujtë që doje të na e shpjegoje. Ja. Hedhin fillimisht aq. Sa të filloj, do me thënë, shiko tani si... Të shkëputet nga tenxherja. Dhe bëjmë atë si tuash në fund fare, të razojmë sepse gjatë ka vërdisjes kanë lëshuar patatet. Shiko se si është bërë ky lëngu i piksur tani? Edhe kjo është sekreti që bëhet gjella e lidhur dhe e mpiksur dhe patatet nuk na bëhen ujë. Dikur thoshni bëhen patatet e lëngra. Kur bëhen kështu shumë të... Lëngje. Okej, po patatja duhet të vinë që ke lidhur në fakt. I ke bërë lëngra, thoshnin. Duhet në pas kujdes dhe mësa si në ujtë, gjë që ne e tham. Ujë ngrohtë, ujë në mënyrë graduale, shiko tani, shiko si është bërë këtu Anila nëse ashtu... Esho në ekran, po. Një sarcë e lidhur, ja kjo është. Kjo është sekreti. Prandaj, çdo gjë ka sekretet e veta. Dhe një gjellë e thjesht dhe një vezë që ta ka vërdit, do me thënë ta skuqesh, do sekretin e vetë. Tani ujnë e kam me atë të gjalpit unë. Ska marrë ngjyrën e gjalpit, s'ka gjë. Aq më mirë i bën. Ishtojmë edhe pak shia. Tani unë po thoja çfarë kemi bërë në pjesën e parë ju që ne keni humbur, kemi përgatitur një byrek që e kemi Kati e shoh që e ke vënë në pjesën e poshtme të furrës, që do të thot edhe pak do t'i duhet dhe do t'a kemi gati. Shumë i shishëm, shumë i shëndetshëm, me jeshillëqe, me spinaq, me erëza të freskëta dhe me dy shtresa. Pra njëra është me këto jeshillëqe dhe shtresa tjetër është me gjizmë, me pana, me vezë. Do të shikojmë në momentin që do të vim. Tani, në fillim, Tani do bëjmë to pitet e shpejta. E shpejta, pitet tigani. Të cilat neve, unë zëra, do me thëmë brumin, me të njëjtin, me atë që bëra byrekun, lash edhe një pjesë për këtë. Edhe tani,
Shiko si ka ardhur ky. Po se ka ndetur më gjatë. Ka ndetur më gjatë. Edhe I presim kështu sa një kokorare. Do bëheni me thik juve, edhe kështu, s'ka gjë. I doni të bëni pak më të mëdha, pak më të vogla, nuk ka problem. Po sa një kokorare është mirë. Tani mbushja e tyre, klasikja e kësaj recete, ishte me patate, me djath, kopër, një pak qumësh, gjalp, me thënë diçka si pure. Okej. Pra kemi zirë patatet, I kemi shtypur në formën e një pureje, I kemi përzirë në tasja, si që shohim me djath, me kopër, dhe kjo do tjetë pikërisht mbushja e piteve me origjinë turke. Turke. Okej. Ne do bëjmë dhe një variant pastaj. Gozleme. E mbaj mend si tani. Do bëjmë dhe një variant tjetër, shqiptar, me spinaq me djath. Me spinaq me djath, ashtu si na pëlqen ne. Mirë, mbushjet I bëjnë të ndryshme. I bëjmë sipas dëshirës, po pra. Mënyra domethënë e piteve them unë tani se si do t'i bëjmë. Po. Një shumë thjeshtë bëjnë. Edhe kur I përgatisim kështu, I mbulojmë me një pecet guzhine, I mos të na thajnë. Prandaj bëhet kjo gjë. Tani neve I kemi kështu për efekt ekrani, po ja kështu duhen mbuluar faktikisht. Okej. Tani I hapim. Kati ti ke vendosur këtë grillin aty, këtë Po, është tigan, po që nuk ngjit. Do ta lyejmë me gjalp edhe me vaj, po prit kur do të vi momenti, kemi ndezur, është në temperaturë të ulët I arris? Arrite, po. Sa? Apo të maksimum? Vëjnë maksimum tani, se pastaj sa të marri temperaturë, pastaj do ta ulim neve, se do temperaturë mesatare, edhe 2-3 minuta nga çdo anë. Po kanë shpejt. Janë të shpejta. Madje në Turqi, ka kështu zonja që I bëjnë, domethënë jashtë, I shesin në rrugë, domethënë në vende kështu që I bëjnë në moment. Po, e kuptoj. Të njëjta gjë bëjnë edhe në Angli, këto lloj pite. Jo anglezët, turket. E kuptoj. Kanë dyqane kështu enkas edhe I bëjnë direkt aty përpara njerëzve. Interesant. Ua bëjnë në moment, nuk është ua hapin, piten dhe ua japin domethënë direkt në çast. Po, kështu se ushqime të shpejta, domethënë ushqime rruge. Po. Si kemi ne këto byreqet tona, byrektoret, ato kanë këto lloj, këto edhe ka edhe të tjera, po zakonisht to. Ta hapim edhe njërë nga ana tjetër, edhe kemi gati. Ja kështu, në këtë formë hapim, edhe I hapni dhe pak kështu ato me dorë. Tani besoj duhet të lyejmë tiganin me gjalp? Po, e lyejmë me gjalp. Ja. E bëjnë si një palosje zarfi. Jo zarf, me thëmë, si mund ta themi ne këtë palosje, Daniela? Si të palos dhe një herë? Një herë, kështu. Okej. Po. Si që e zarf. Zarfi I bënim 4 herë. Gjusëm zarf. Hajde ta bëjmë me. Nuk I hidhnin vaj, nuk I lyeni me vaj, I hidhim që fillimisht, domethënë këtë mbushje. Edhe te gjalpi Anila të hedhim dhe pak vaj atje tek ai gjalpi. Ja, kaq, nuk e tepronin edhe në mbushje, ja. Kaq është mjaftueshëm. Edhe bëj kjo. Ndoshta tani duhet ta ulim pak temperaturën e sobës, se shoh që ka filluar të nxehet goxha ajo. Këtë. Mos duhet ta ulim pak kat? Po ka. Shoh që po fillon të nxjerr avull. Të dyja. Tani, do ta vëm këtë ndoshta është më kështu. Është më e ftohtë, nuk është nxjerrë shumë. Nëse ne nuk e kemi këtë tiganin kështu. Jo, nuk ka nevojë. Tigan të thjeshtë. Dhe unë kocës mora. Jo, I shohim nga shtëpia pa. Është e vërtet, po kocës mora dhe ato tiganin e thjeshtë më mirë në fakt. Edhe këtu s'ka shumë temperaturë atje. Bëjmë dhe një tjetër tani me spinaqin, mënyrën tonë. I hedhim edhe një sugjellos me patate. Ule pak të lutem Anila temperaturën. E ulun. Sa? 4. 3 fare lëre. 3 fare lash. Se kur do ka temperatura, edhe atë të furës na ul pak lutem. Ta
Ule dhe ata mirë, po pse ma thove zë t'ullet? Apo ta heqim fare? Që mos ta dëgjojnë. Ma, më duket se është bërë, apo Po, është bërë Anila hiqe fare. A pra, është bërë. është shkëputur edhe ansoret nga, po e fik. Se duam, shikone do t'inëzirim. Fike më mirë dhe lëre brënda që të... Okej, është po e bëj. Thjesht, kam vetëm merakullin, do të ndali koha t'i tregojmë të gjitha në fund, me që se janë drejt përfundimit, ato them 2-3 minuta, byrekun thjesht dhe nxjerrim nga fura, dhe do shërbejmë edhe gjellën me patate, që sërish e kemi ullur temperaturën, që do të thotë është drejt përfundimit. Edhe njerë këtu, edhe në regu. Do me thënë, nuk hapen as të holla dhe as të... Ato i lyenin kështu faktikisht edhe e bëni. Tani e bërëm për parë, neve, po e vëra unë se a këtu s'kisha vënë që ta vë atje. Tani vendosim edhe këtë tjetër me spinaq. Do bëjmë dhe një variant tjetër. Ska gjë që është me kështu. Ska që me patate me djathësh, nuk... Haruam të hidhim të spinaqi pak djath, Anila. Vaj. Ja, shtem tani. Pjerë t'i hedhim pak vaj. T'i hedhim pak edhe aty tani, me që e bëm pa vaj atë? Ja, do t'i hedhim pak gjatë, s'ka gjë. Një hodha pak gjatë. Okej. Që ka? Nga trojmë. Duha i vjerë. Ashtu. Ja. Edhe 2-3 minuta nga një. Kemi dhe vënd për të bërë edhe një dhe të nxjerrim byrekun. Edhe patatet pastaj. Se ka vënd atje. 6 minuta ko kemi, jemi mirë për ti përfunduar të gjitha. Kemi ko. Vajzë në duhet më. Bajmi gati të lirojmë hapësirën. Për të treguar pjatat e përfunduara të ditës së sotme. Ta shoh njërë këta mas në digjet, apo se ka ardhë momente? E këthyëm qik shpejt ato të parën e Vanila. Edhe ma djeta këthem kështu se s'na merë nuk i pjekë. Po do i bësh me vija dhash, apo s'ka gjë jo, bukur në gjana? Jo, s'ka problem. Se nuk, do me thënë, s'kap temperaturën soba ndej, prandaj. Edhe në angelin të papjekur, apo? Në kuptoj. Edhe një herë këtu. Edhe këto ta bëjmë me pure më mirë, me patate. Ashtu mendoj edhe unë, t'jemi tek tradicionalja e recetës vetë. Ja. Si po shkan? Kështu. Ashtu, mirë. Shumë mirë bëjnë. E shiko si bëjnë edhe asë, si thuash, asë prishe. Jo. Kure. Hajtë të mbushim edhe ato e vendosim edhe meremi me ato që nga kam betur. Nxjerrjen e byrekut. Shiko, të afroj këtë pjantën unë këti nga patatet. Ato pjantën besoj e kemi për të vendosur pitet dhe po e nxjerr byrekun këti? Si thua? Po, nxjerrë tani. 3 minuta ko kemi, kështu që ashtu ta lëm të nxjerrim dhe të shohim. Ta lyjmë edhe pak këtu që të... Shumë mirë byreku. Ta vendosim në të këtu. Se mirë dole. E di, Anila, mendoj që ta këthim të kjo, se shoh që ka kulluar, ta këthim të kjo drasa që të... Po kemi kohë gati. Meremi nxjerrim këto një herë që i kemi gati, po... Se pas ta e ditit fillojmë, nxitojmë në të dyja edhe... Se thash që ta prisnim, po... Që të shikonim edhe mbushjet. Është një që kemi të ta pre. Po shiko, mbaremi gjellën dhe me pitet, dhe pas taj, po nga doli ndo një moment ko. Po, më shkëputur nga tava. Kështë i mirë shumë duke të.
Kujdes duart. Është pjekur, është pjekur, tamam, po. Unë them ta kthejmë edhe ta priste një herë. Do na duhet kohë të pastrojmë këtë drasën. E kemi me miell. Hidhe gjellën ti atje, ja ku e ke lugën, edhe ta kthejmë zemër se di si na thon gratë që nuk na keni treguar ndonjëherë të shumë. E keni thënë ju këto për ne? Po ne thjesht kemi kohë, po. Ta shikojmë si ne ja u tregojmë dhe duke e konsumuar t'ishte, po. Ta shikojmë. Pëlqen. Ta shikojmë, thotë, si del edhe nga pjesa e fundit, se mirë na e tregoni kështu. E kemi dhe këtë drasën e mirë, tamam si e mbani nëna tona të reku. E këthemi të sofra. Po hapja ato petët ato mendova, kjo drasa kryen shumë punë për mos me bëjë gjithë tavolinën. Ndi çokoladë marron. Se pëlqen kështu për. Poqë. Se mos dhije kim këto tani. Gozvemet. Ja, edhe këto po piqen. Se i ullëm temperaturën neve tani dhe prandaj po më mirë që piqen avash avash. Edhe byreku jon. Edhe gjella jon. Si thëna dhe byreku me lakra që gatoj e vafra. Të duhet kjo thika? Po, ma jep se e fshi me këtë. Ndërkohë po i hedhe dhe një sy piteve se jemi... Pitit është ajo pjatanca atje, Anila, që mund t'i vëm aty. Shiko, në shtëpi juve tani e dini që i vendosim një mbulesë a si doni, do me thënë. Do gja. Ku do gje? A ta bëjmë shumë një herë. E di si do t'a bëj, do t'a bëjmë kështu, që të marim... Telefoni ju të shkati? Kati është live, pak më vonë. Edhe 1 minutë mund t'a merrni. Fika më fika. E fika më e fika. Do t'a bëjmë kështu, Anila, që të marim edhe nga... pjesa e kësaj, nuk e bëjmë atë, edhe petët shiko si po bëhen. Ja. Shi si të ndajnë pjesët e petëve, shumë të mira. Sa rëmuj kemi bërë sot? Në të ndajmë dhe në qikë tu. Ja, ku është me shtresa... Mirë, a? Mirë, mua mirë më duket. Edhe mua mirë më duket. Ja, shtres, të me thënë spinaki, ta marrën të korën? Po mund të marrësh tani. Tani, ne ikim, se do ham byrek. E mirë është bërë. Lumshin duart edhe për gjellën. Gjellën e patate. Pite... Gozlem. Byrek me 2 shtresa. Të lumshin duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi. Me bukuroshen ti me këtu, aq më mirë më bëhen dhe mua gjellët. Kështu që edhe ju të dashur Anvisa, mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Edhe byreku del shumë i mirë dhe i shishëm mënyra se si neve përgatitëm. Kemi 2 shije të ndara, si thua më veçmas. Edhe gjellën e patates mos e hezitoni sepse mendoni që vërtet dim të bëjmë, po janë ca sekrete dhe unë gjatë jetës kam mësuar. Kështu që mua tregoj dhe juve, mirë është i mësoni dhe të sillni një gjellë të shishme në tryezat tuaja familjare. Jo miell, ka vërdisje mirë edhe kemi një rezultat shumë të mirë në përfundim. Gozlemet po ashtu të shkëlqyera, janë pite që janë të qastit dhe bëjnë shumë të mira. Dhe vendin e parë sot e mban byreku. Byreku, po. Ashtu. E kemi vënë edhe me të lumshin duart, Kati. Po si ishte shumë i nxehtë. Të lumshin duart. Faleminderit. Nesër në orën 9 me të tjera receta nga Katerina jon. Miropafshim, kalofshi sa më bukur. Shkojmë në publicitet.